Mëshira nuk është fjalë e madhe, është sjellje e vogël, është mënyra si flet, si sheh, si gjykon. Allahu thot në Kur'an se mëshira e tij ka përfshirë të gjitha, dhe ne jemi pjesë e saj kur e tregojmë te të tjerët. Në Ramazan, zemra bëhet më e butë, më e hapur, më e gatshme me kuptu. Nëse sot e kuptove dikë, në vend se me e gjyku, ke bërë ibadet. Nëse sot e fale një gabim të vogël, një fjalë të rëndë, një sjellje që të lëndoi, ke qenë më afër mëshirës. Mëshira nuk ta ul vlerën, ta rrit, sepse ai që ka mëshirë për njerëzit është më afër mëshirës së Zotit.